Pra, Papa ndodhet në Tyrkje, duke përkujtuar një mbledhje që formsoi krishterimin 1700 vjet më parë, Këshillin e parë të Nikejës. Në vitin 325 të erës sonë, në qytetin e lashtë të Nikejës, Izniku i sotëm, peshkop të krishterë nga gjithë bota u mblodhën për të zgjidhur një përçarje teologjike që kërcënonte fenë e re. Një mosmarrëveshje dominonte agjendën e Këshillit. Mësimet e Ariusit të Aleksandris, i cili mohonte hyjninë e plotë të Jezu Krishtit. Ai besonte se Krishti ishte krijuar nga Perëndia dhe për këtë arsye nuk mund të ishte i barabartë me Perëndin. Kjo ide e njohur si arianizëm sfidonte kuptimin e krishterë në lindje mbi Trininë, që Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë ndajnë të njëjtën natyrë hyjnore. Arianizmi ishte jashtëzakonisht popullor në gjithë botën e krishterë lindore, në atë kohë dhe kërcënonte ta përçante kishën. Perandori i parë i krishterë i Romës, Konstantini, e pa krizën jo vetëm si teologjike, por edhe politike. Një kishë e ndarë mund ta përçante perandorinë, kështu që ai thiri mbledhjen më të gjerë të kishës që është mbajtur ndonjëherë. Deri në 318 peshkop të krishterë nga e gjithë Evropa, Afrika e Veriut dhe Lindja e Mesme u takuan në një vend. Ky u bë Këshilli i parë ekumenik. Këshilli e dënoi arianizmin si herezi dhe Konstantini urdhëroi djegjen e shkrimeve të Ariusit, madje duke dënuar me vdekje zotërimin e librave të tij. Peshkopët hartuan një deklaratë univerzale besimit të quajtur Besojma e Nikejës, Kredoja e Nikejës. Ajo deklaroi Jezusin si të një substance me Atin, duke pohuar hyjninë e tij të plotë. Nikeja nuk e rishkroi krishterimin, por zgjidhi çështje praktike. Këshilli standardizoi datën e Pashkove, nxori ligje kishtare dhe vendosi rregulla për emërimin e peshkopëve. Ndryshe nga miti popullor, Këshilli nuk vendosi për përmbajtjen e Biblës. Traditat e krishtera ndryshojnë ende sot në kanonet e tyre biblike. Pavarësisht dallimeve të vazhdueshme përgjatë historisë, Këshilli i Nikejës përfundimisht e përcaktoi thelbin e besimit të krishterë, duke formsuar qeverisjen e hershme të kishës për shekuj me radhë.